Uroj në radhë të parë që këto zgjedhje me shumë rëndësi për Republikën e Maqedonisë së Veriut të shkojnë në një proces të rregullt, të marrë të drejtë, të pranueshëm për gjitha palëvet. Janë zgjedhje të rëndësishme jo për nga karakteri lokal, po edhe për nga karakteri politik. Përgjegjësia kryesore mbi tërë procesin bie mbi ekzekutivin e vendit, mbi qeverinë. Besoj që qytetarët do i përgjigjen si proces, po edhe si rëndësi që kanë këto zgjedhje. Kështu që uroj si mas miri, sepse zgjedhjet dhe standardi që ushtrohet në zgjedhje janë pasqyra vetë shtetit, është shkalla që arrihet në demokraci. Dhe mbi të gjitha uroj që të gjithë me përkushtim të punojnë sot, që të kemi një proces të drejtë. Unë mendoj që jo vetëm koment, por historikisht shqiptarëve u kanë përgatit Gratska, u kanë përgatit raste që t'i përçajnë mes vetit, të përhapin defetizëm, të përhapin mosbesim, dhe kjo është një akt sa i turpshëm, atë që qyqar, sepse 2 ditë, 3 ditë para zgjedhje nuk bëhen si montime, kësi paraqitje. Dhe mendoj që shqiptarët janë të vetëdijshëm historikisht për shtytjen që u kanë bërë, që t'i përçajnë me njëri tjetrin. Dhe sot ma shqiptarët nuk janë të para 170 vjetësh që me lloj shpifjesh i shtinin deri edhe në vllavrasje. Kryetar, ditët fundit ka shtesë të numrave të policisë në Kërçov, si radhave tjera të zgjedhjeve të kaluara. Si ti që komentuar, që janë nga Shkupi, nuk janë, ose se dim nga i kanë sjellë për anallë? Mendoj që nëse e kanë nga friga dhe kanë sjellë forca policore, e kanë kot, sepse ne nuk jemi të interesuar të shkaktojmë asnjë problem, asnjë ekses. Ne nuk kemi nevojë të rrezikojmë fitoren e fituar, dhe nëse dikush ka interes të ndikojë në proces me mjete jo demokratike, mas paktu jemi ne ata, sepse fryma kombëtare është nivel, vota kombëtare është e definuar dhe e betonuar. Të gjitha sondazhet në nxjerrin fitimtar, pse të rrezikojmë fitore të fituar. Zotëri Ahmeti, e përmendet që ky proces mund të mos jetë vetëm lokal, po ka gjasa përmes këtij procesi që po zhvillohet sot në krejt Maqedoninë e Veriut, të ktheheni ju në pushtet ose koalicioni që tashmë e keni bërë? Ne nuk luftojmë për pushtet, ne tërë veprimtarinë 23 vjeçare e kemi bërë për shtetin e kemi shpije në NATO, shteti duhet shpije drejt antarësimit në Bashkimin Evropian,
Ne kemi qenë dhe mbetemi dalë zotës të vërtet të marrëveshjes së Ohrit, të krenarisë së shqiptarëve në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Ne jemi të përkushtuar në jetësimin dhe materializimin e marrëveshjes së Prespës, marrëveshjes për fqinësi të mirë. Janë 3 shtyllat kryesore: marrëveshja e Ohrit, që përmes Ohrit shkohet në Europë, marrëveshja e Prespës dhe marrëveshja për fqinësi të mirë. 3 shtylla të stabilitetit, të vendit e të rajonit, 3 shtylla që na shpihen ne drejt përmirësimit edhe të ekonomisë së vendit, drejt një stabiliteti dhe pajtimi dhe relaksimi të marrëdhënieve me fqinjet. Kështu që për ne këto janë çështjet më me prioritet. Dëshirin këto zgjedhjet lokale, zgjedhjet parlamentare? Sigurisht, thash edhe në fillim, të zgjedhje dhe të karakterit sa lokal, po aq rëndësi kanë edhe politike.